Komiteti i Përbashkët i Asocim Stabilizimit u mblodh sërish sot në Tiranë dhe agenda e tij është fokusuar kryesisht në funksionimin e gjyqësorit dhe reformat në këtë sektor, respektimin e të drejtave të njeriut, lirinë e medias, si dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Por debatet mes përfaqësuesve të PS-s dhe PD-s që kanë përfshirë mbledhjen e Komitetit të Stabilizim Asociimit kanë bërë që eurodeputetja Doris Pack të braktisë mbledhjen që sapo kishte nisur. Eurodeputetja me 2 fjalë ka shprehur pakënaqësinë duke theksuar se në mbledhje të tilla diskutohen fatet e vendit, ndërsa në Tryezë vazhdojnë të njëjtat përplasje mes 2 subjekteve politike kryesore në vend. E pa tolerueshme një gjendje e tillë, jam shumë e zgënjur, tha Pack, dhe la mbledhjen për gjysmë. Pas largimit të Pack në Tryezë foli eurodeputetja Marie Cornelissen. Të isha shqiptare do të isha turpëruar me akuzat që bëhen në politik. Këtu duhet të dialogohet, ju vazhdoni ende me akuzat, ishte dushi i radhës për përfaqësinë shqiptare në Tryezë. Debatet që shkaktuan edhe largimin e eurodeputetes nisën pas fjalës së nënkryetarit të grupit parlamentar socialist Sajmir Tahiri. Sipas Tahirit, drejtësia në Shqipëri po bën hapa pas, duke sjellë në vëmendje situatën në parlament dhe atë në sistemin gjyqësor. Në parlament shkelet rregulloria e kuvendit dhe manipulohet vota. Në parlament ka mungesë transparence dhe është e qartë se majoranca me këto manovra synon zaptimin e gjyqësorit. Shqipëria rrezikon kapjen e shtetit, ishin disa nga fjalët e Tahirit. Sipas tij, Shqipëria ka një ligj shumë të mirë për antimafian, por që nuk zbatohet. Ndërkaq më parë nga ana e delegacionit evropian është përsëritur thirrja që Shqipëria t'i jap fund krizës politike dhe të fokusohet në çështje që janë primare për vendin, siç është ekonomia, konkretisht tek papunësia në vend. Eurodeputeti italian Antonio Cancian deklaroi se rezoluta e Parlamentit Evropian për Shqipërinë ishte një pikë e fortë në të cilën palët duhet të mbështeteshin për të shkuar drejt zgjidhjes së krizës.